besoj një të vërtet, që du me nda bashkë me kolegët dhe me publikun, por fillimisht du me deklaru diçka tjetër. Ata që më njohin personalisht dhe na njohin rrallë ose asnjëherë s'flasim për punën tonë, sepse e lëm që puna të tregoj se çfarë po bëjmë. Ne kemi bërë 5 vite e gjysmë si televizion dhe në rastet rralla jemi shpreh ose jemi deklaru për çka kemi realizu në profesion. Edhe në bazë të krejt matjeve që kanë ardhur edhe nga operatorët bashkëpunëtor, përveç operatorët kablor, edhe në bazë të krejt matjeve që kanë ardhur nga rrjetet sociale dhe në bazë të krejt reagimeve, intervista mbrëm me kushtrimin në politikë dhe Kurtin ishte më e ndjekura në historinë televizive shqiptare. Kur them në historinë televizive shqiptare, në kupton që asnjëherë asnjë intervistë nuk ka pas qikueshmëri, ndjekje kaq të madhe, por dhe impakt sikur se dje ajo në raport në politikë dhe në raport me prezencën e Kurtit këtu. Tashti, kjo çfarë po them, dikujt ka më pëlqy, dikujt s'ka më pëlqy dhe nuk pres që më pëlqy gjithë, këto e di, por ky është realiteti. Na shtoj shumë, na shtoj shumë Arben, por kjo është e vërteta, u kupton. Do të thënë kjo çfarë ka ndodhur mbrëm është e vërteta dhe vulos si intervistën më të ndjekur ndonjëherë në historinë televizive shqiptare. Kur them televizive shqiptare, përfshin komplet trojet ku jetojnë shqiptarët, jo vetëm Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Prishevë dhe Novës, po kudo në mbar diasporën. Për këto, natyrshëm që ne ndihmim mbi gjitha jo shumë krenar për përgjegjës ose në farforme në anveshët më shumë përgjegjësia që të punojmë më tepër, është po ashtu një tregues që shikuesja, audienca ka një lloj kredibiliteti ndaj nesh si medium, si televizion, pa çka na bën absolutisht krenar për punën që bëjmë këto 5 vite e gjysmë. Unë du me falenderu krejt djemë dhe vajzat e reja që kanë defilu këto 5 vite në kanalin 10, që kanë mundësu këtë punë të jashtëzakonshme që po bëjmë sot. Edhe e thash edhe njëherë, ajo çfarë ka ndodhur mbrëm, Arben, pra është një nisje e saj që televizioni Kanal 10 do t'i shpërthet edhe kufi tjerë krahas saj që kemi ndjekë mbrëm dhe krahas saj që do të shohim po ashtu në të ardhmen. Tashti, reagimet që po e potencove në fillim për mu kanë qenë të pritshme, po ashtu edhe nga opinioni, edhe nga oponent të Kurtit, madje edhe nga oponent tonë. Ne kemi edhe oponent, sepse jemi në konkurrencë, si gazetar, si televizion, dhe natyrshëm nuk pres se gjithë me pëlqy kushtrimi, por edhe çka është e mirë tjetër, që kushtrimi s'ka nevojë më mbrojt për neve asnjënin këtu, sepse kush e din dhe e njeh kushtrimin, tonë e din sa profesionist është, kështu që nuk po flas, as po du me marr kompetencë me fol për kushtrimin, as me mbrojt, sepse e di që puna e tij e mbron më së miri atë se çka bën. Kështu që jo, po e shpjegoj më shumë kështu me lind në aspektin profesional dhe këtyre të reagimeve, domethënë që kemi pa. Nuk po du më lshu veç në asnjë hipotezë, në asnjë deklarim, sepse tek mundit mendimi është i secilit prej atyre që kemi ndjek. Ne si medium do të vazhdojmë këtë punën tonë, do të vazhdojmë të mbajmë televizionin e gazetarëve, do të vazhdojmë të mbajmë këtë epitet dhe derisa ekzistojmë si tillë, ky mision ka me qenë i shenjtë për neve dhe kështu kanë me vepru deri në fund të profesionit tonë. Po pati pak kështu, për shqet dorën në zemër, nuk është edhe nuk xhelozova pak. Ndonë se në të Për çka? Që s'ke qenë intervistuar si ti? Vikrisht, ndonë se në të njëjtën studio, në të njëjtin televizion pak. Po, gjithkohë kështë xhelozu nëse i shkon pjesë e një platforme, ose një pjesë e një interviste që ka pas audiencë kaq të madhe. Tash nuk po e them me kot, unë kam pas statistika sot nga operatorët kablor Arben, megjithëse ligji nuk po e lejon me i publiku ato se e kishim publiku për rrjetet sociale s'po flasim se ato janë pa. Mbrëm, po shihen edhe sot, për shkak që unë e thash edhe në fillim, ne kemi kryer punën tonë dhe do të vazhdojmë të kryejmë punën tonë me secilin që ka përgjegjësi ndaj qytetarëve, me secilin që veshet me petkun e një zyrtarit të institucionit dhe kjo është ajo tek e fundit që kemi në si mision. Interesante, në fakt kam përshtypjen që pa sikur ndrimi i strategjisë së Kurtit, nuk e di, a e lexova dhe ti kështu,